E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak një video ekskluzive që produksioni ka publikuar në faqen zyrtare në Instagram në Big Brotherit, ku Selina është duke qarë në dhomën e rrëfimit dhe ndjehet jashtëzakonisht e vetme brenda shtëpisë. Tani ne gjithmonë e kemi thënë një fjalë që gjërat i vlerësojmë kur ne nuk i kemi, por realisht të jemi sinqert, Selin në marrëdhënien me Gimbon nuk ka mbajtur asnjëherë inate, nuk ka mbajtur asnjëherë mlefe, nuk ka patur asnjëherë atërmbetje, po do të thënë zënka e tyre ka qenë 2 minuteshe. Dhe marrëdhënia ka vazhduar të jetë aktive, marrëdhënia ka vazhduar të jetë e bukur dhe ka patur gjithmonë energji pozitive që realisht nuk e gjen në shumë marrëdhënie, le të themi në 99% të marrëdhënieve nuk e gjen. Unë mendoj që Selin dhe Gimbo gjetën shumë veten tek njëri tjetri, i dhuruan vetes shumë pozitivitet, kishin një lloj bote fëmijënore të dy shumë pranë njëri tjetrit, e pash edhe mbrëm gjatë kohës kur Selin takoi nënën e Gimbos dhe e kishte edhe këtë pjesën e shakas, humori që na e bën dasmën pa lekë etj etj. Domethënë e shoh që Selin është shumë e dashuruar te Gimbo dhe e ndjen mungesën e Gimbo, sepse Gimbo ne kishte krah, Gimbo ne kishte mbështetje, Gimbo ne kishte energji, Gimbo ne kishte pozitivitet dhe nuk është se këtë gjën, këtë lloj ndjesie, këtë lloj mungese, nuk e ka treguar për shembull edhe ditën e sotme në debatet që ka bërë. Duke krahasuar energjinë e Selin, që ka qenë më herët, në energjinë e sotme, e shoh pak të thyer shpirtërisht. Por ajo që unë e thash pak më parë, që Selin domethënë është një karakter, është një vajzë që nuk dëshiron që lotët e saj t'i përdor para banorëve, se pastaj banorët këtë gjën do t'ja dramatizojnë dhe do t'ja përdorin për interesin e tyre, në kuptimin që domethënë do t'ja quajnë lot të djallëzisë, lot të gjarprit, ti nuk je e vërtet, ti këtë gjë e bën për dram, viktimizohu, ashtu e mësuar, dhe fjalë që ne kemi dëgjuar gjithmonë. Dhe prandaj Selin ka përzgjedhur dhomën e rrëfimit për të shprehur emocionet dhe ndjesitë e saj. Deri më sot unë Selinën nuk e kam parë, me thënë drejtën, në dhomën e rrëfimit që të qajë dhe për prindërit e saj. Do me thënë është vajzë shumë e fortë, por marrëdhënia që ajo kishte me Gimbon, një marrëdhënie që Selin ju shkri komplet asaj marrëdhënie, e bëri që Selina të nxjerrë dhe këtë pjesën që është pjesa e saj e ndjerë. Lotët e Selin mua më duken të sinqerta, do të thoni pse, sepse ajo mundohet ta mban veten përsëri në dhomën e rrëfimit, por përsëri nuk e përballon dot. Janë shumë pak javë që kanë mbetur, por tek njerëzit të cilët kanë emocione dashurie brenda vetes së tyre, me patjetër që ndikon shumë. Unë e di që Gimbo do të bëjnë lëvizjet nga jashtë, do t'i jep vëmendjen, do t'i jep fokusin Selinës, do t'ia jep atë që Selina meriton, do t'i çon dhe drona dhe mendoj që suporti që Gimbo do të bën nga jashtë do të jetë një suport që Selinës do t'i jep emocione brenda, por që Selina është shumë e mërzitur dhe është shumë e dashuruar, unë e shoh edhe në lëvizjet që po bën brenda shtëpisë sot.